Një gjatë tjetër uroj t'jeni mirë, dashur miq, ka patur një zhvillim të madh sot. Edi Rama ka dalë dhe ka bërë një betejë të tij të fundit kundër drejtësisë, kundër spakut, kundër ndërkombëtarëve, kundër shqiptarëve, kundër Shqipërisë, kundër çdo kujt i cili do të tentojë të hedhë dyshime mbi pastërtinë e qeverisë së tij. Ka lajthitur dhe ka nisur një sulm frontal kundër drejtësisë në Shqipëri, dhe këtë ju e dini se përse e bën sepse është një moment jashtëzakonisht të vështirë. Cili është momenti i vështirë që ka shtyrë Edi Ramën që të hidhet në një sulm frontal sot? Unë do t'ju shpjegoj në një minutazh të shkurtër sot, por fillimisht të përpiqemi të kuptojmë se çfarë ka thënë kryeministri i përkohshëm i Shqipërisë Edi Rama në takimin e tij me bandën e rilindjes sot, me 83 deputetët e tij, 83 mandate të cilat i prodhoi krimi i organizuar, paratë e vjedhura të shqiptarëve, i prodhuan hajdutëria, krimi i organizuar, mafia, paratë e ndargetës, kokaina dhe lidhjet me krimin e organizuar, për të cilat janë përgjegjës njerëzit direkt pas tij që i mbajnë lidhje me ata kriminal. Edi Rama ka nisur sot një orkestër sulmi për arsye se e kupton që çdo ditë e më shumë po i afrohet laku. Çfarë është duke bërë? Është duke përfituar kohë sa të mundet në mënyrë që të shpresoj të fillojë lufta e tretë botërore. Ju e dini që bota është në fije të perit. E shpjegova mbrëm se si Vladimir Putini ka thënë se jemi pranë luftës tretë botërore, si perëndimi po çon gjithë armatimet atje, dhe si Kina dhe Rusia po bëhen gati të mbështesin në mënyrë të hapur Iranin, dhe kanë treguar se do të fillojnë ndoshta edhe me një përplasje të rrezikshme bërthamore taktike, nëse NATO, Franca dhe Britania, siç ka pretenduar shërbimet sekrete ruse, kanë çuar armë bërthamore dhe bomba bërthamore në kufi me Rusi, në Estoni dhe në Ukrainë. Pra, Rama e ka të qartë që bota është në pikën e saj në fije të perit dhe është duke bërë çdo lloj tentative në mënyrë që të blej kohë, ndërkohë që Bashkimi Evropian vazhdon me deklaratat e behta dhe të vakta dhe të ftohta nga ato për të cilat Jezu Krishti thotë bëhu i nxehtë si zjarri ose i ftohtë si akulli, por mos u bëj i vakët të vjell stomaku im. Pra kështu janë edhe deklaratat e Bashkimit Evropian, një lloj siç thot Jezu Krishti, të vakta nga ato deklaratat që të bëjnë për të vjell. Keni ecur, po do ecni edhe pak më shumë, keni bërë progres dhe duhet të bëni pak më shumë, kujdes me protestat, kujdes me zbatimin e ligjit, kujdes me këtë, kujdes me atë, dorëzoni ballukun, por mos bëni protesta, se protestat e dhunshme nuk janë të demokracisë. Cilës demokraci? Cilës demokraci, zotrin në vë? Cilës demokraci? Demokracinë e kokainës apo demokracinë e ballukut, që kontrollon gjithë fijet e krimit organizuar në Shqipëri dhe që merr aq mandate sa ti ketë qefi asaj, aq mandate sa ti përcaktoj Edi Rama në tërezën e tij, aq merr dhe balluku. Me cilën demokraci, zotri? Populli shqiptar, nëse nuk ngrihet sot, populli shqiptar do humbi shtetin. Po ju nuk ju intereson me sa duket çfarë ndodh me shtetin shqiptar, zotri në Europë. Që janë këto deklarata të vakta që bëjnë për të vjell edhe barkun e Jezu Krishtit. Paqja e Zotit qoftë mbi të. Keni thënë, ne dhe përkrahëm dhe mbështetëm deklaratën tuaj kur thatë që mbështesim hetimin e drejt për Belinda Ballukun. Por këto deklaratat nuk i lejohet popullit protestoj këto se Qarë dhune ka protestat? Ku janë protestat e dhunshme? I keni parë ju protestat në Paris? A i keni parë protestat në Vjenë? A i keni parë protestat në Gjermani? A i keni parë se si digjen rrugët e gjithë botës? Po bie Republika, zotrinj të Europës. Burokrat të Europës këtu po bie Republika. Po bie shteti. Një kryetar i bandës, i cili drejton bandën e një tufe kuçetrash hajdute, të quhen deputet,
është duke na shkatruar si kom, e ka kap Berisha, Berishën e keni shpall në ngrata. Është puna juaj, populli si dhe bëj tani që Berisha i ka kap protestat. Që Berisha kontrollon opozitën, si t'ja bëj populli. Pse s'mbështesni ju opozita alternative? Apo mbështesni ata sorosianët që kanë rrethu Berishën aty që të presin kur tiki Berisha. Shqiptar po bëhet një lojë pisët me ju. Ju duhet kuptoni lojën. Po çfarë të bëjmë ne o kreshnik? Kuptoni dhe pastaj bëni çfarë doni. Unë nuk përgjigjem para jush, as për para vetes, as për para Zotit, as për para historisë, as për para kombit, për atë që unë s'kisha mundësi ta bëj. Unë po ju shpjegoj të gjithë lojën. Ky e mbytin grushta drejtësinë sot dhe spakun, Bashkimi Evropian thot keni bërë progres, do bëni dhe i qik progres, nuk duhet të shkojmë në protesta të dhunshme, ku janë protesta të dhunshme, se hodhën 5 shishe Molotov atje. Unë nuk e mbroj dhunën. Por ky popull, po se reagoj sot, ky popull zhduket, zotëri burokratë e Europës. Qofse Berisha bashkë me Ramën kontrollojnë lojën, si do bëjnë populli shqiptar, zotërit e Europës? Si do ja bëjnë shqiptarët, presin ju, prit gomarë të mbi barë, që këtu të mbeten 1 milion shqiptar. Shqipëria po tretet, zotëri. Zotëri, burokratë të Brukselit, nuk mbrohet drejtësia, as liria, as kombet, duke futur këmbët në ujtë ngrohtë, në legend në ujtë ngrohtë. Si do reagoj populli? Berishën e keni shpall në ngrata, nuk e doni, bukur shumë. Berisha thot Rama po gënjen, Rama i thot Europës dhe Amerikës, po i ka unë do vi Berisha. A mos është ky një kurth që po i ndërtohet shqiptarëve? Si do të bëjnë shqiptarët tash? Me Kreshnik Osmani nuk vini? Se thoni është njëra palë thot është i Ramës, pala tjetër thot është i Berishës. Sepse ata janë zagar të vjetër. Çfarë do bëjmë me shkombin ton, o shqiptar? Edi Rama sot ka një hall të madh, tani do t'ju shpjegoj. Halli i tij i madh është terrori që ka ardhur nga ambasada amerikane me njoftimin e lokaleve të klubeve të cilat nuk duhet shkojnë shtetasit amerikan. Është një lepur i madh pas asaj, pas këtij njoftimi. Dje ambasada amerikane dhe shtypi shqiptar kanë folur për disa restorante dhe disa lokale të cilat ambasada amerikane ndalon qytetarët amerikanë që të shkojnë dhe të frekuentojnë. Këtu është lepuri i madh që ka terrorizuar Edi Ramën dhe Rama i ka shpall luftë Amerikës zyrtarisht sot. A do ta nxjerrë ambasadën jashtë Shqipërisë si armiq të kombit, nuk e di, mund ta bëj. Në të ardhmen ose mund të kërkoj pazar të madh tek Trumpi, siç po thonë disa gazeta nga Europa që administrata e re do të përdor luftën kundër korrupsionit për të favorizuar kompanitë amerikane. A do shkojmë deri këtu, nuk e di. Ambasada amerikane e ka terrorizuar Ramën me deklaratën e lokaleve. A dini pse? Sepse Edi Rama e ka marrë mesazhin drejt për drejt dhe Edi Rama e kupton mirë se çfarë po i them unë. Se Edi Rama e di se si lidhet kjo deklarat e ambasadës amerikane me kërcënimet që kanë ardhur për dëshmitarët e Ballukut. Kërcënimet që kanë ardhur për dëshmitarët e Ballukut e di shumë mirë Rama dhe e di që mesazhi është drejt për drejti për të. Ndaj Edi Rama po pret luftën e tretë botërore që të shpërthej në mënyrë që të shpëtojë. Mesazhi i ambasadës amerikane Edi Rama e kupton shumë mirë pse i ka ardhur. Është mesazh drejt për drejti për Edi Ramën. Kur janë përmend emrat e klubeve dhe të bizneseve që nuk duhet i frekuentojnë qytetarët amerikanë. Edi Rama e di shumë mirë se unë çfarë po flas. E di shumë mirë se çfarë do të thotë përmendja atyre lokaleve. E di shumë mirë se do të thotë kërcënimi i dëshmitarëve të Ballukut. Ndaj ka dalë sot edhe i ka shpall luftë për shdyti. Por e ka lënë gjysmë të hapur derën, sepse është duke matur pulsin amerikan. Është duke matur pulsin amerikanëve nëse do të reagojnë apo do tërhiqen përpara këtij. Mesazhi dje ishte tull, drejt për drejti për Edi Ramën, amerikanë më shkonin 1, 2, 3, 4, 5,
6-7-8 lokale në Tiranë sepse janë të rrezikshme. Mesazhi është për Edi Ramën, jo për lokalet. Dhe Edi Rama po e kupton shumë mirë se çfarë po i them unë. Dakord? Tashmë shqiptarët çfarë do bëjnë? Berisha thot unë do bëj opozitën, unë do bëj protesta. Si do t'i themi Berishës, mos bëj protesta, ti s'është qeveri e mirë, se ti e non grada? Okej, hajde t'i bëjmë ne protesta. Hajde t'i bëjmë ne protesta. Dilni, jo nuk dalim neve. Kush do t'i bëj protestat, si do t'i bëjmë protestat? Rama me Berishën po koordinojnë në mënyrë perfekte. Berisha thot opozitën e kam unë, sepse populli nuk po prodhon mas, ndërkombëtarët po presin ta çmontojnë barkën, ne do të presim, se unë s'kam çfarë të bëj më shumë se kaq. Do presim si do reagoni ju, populli shqiptar. Berisha është duke koordinuar me Ramën, kjo nuk ka asnjë lloj më të vogël dyshim. Dhe doli sot, i shkoi i gjujti në Liec Berisha. Rama tha po sulmon drejtësinë për të mbështetur krimin, 100% e saktë. Rama po mbështet drejtësinë për të sulmuar, për të mbrojtur vetën e vet, i 100% e saktë. Problemi është nesër në qoftë se drejtësia e godet Berishën vet, a do të thotë Berisha të njëjtën gjë? Ktu është problemi i madh. Ndaj ky monopol bipolar, unë e kam parë zgjidhjen vetëm me një mënyrë. Klasë e re politike jashtë monopolit bipolar dhe partiçkave që hap Rama me Berishën, në mënyrë që të krijohet një pol i tretë apo një pol jashtë kësaj skeme, jashtë lojtarëve të Ramiz Alis, 34 vjet mashtrim. Sepse ata janë bashkë, mos kini as më të voglin dyshim që janë bashkë. Tani Berisha, o do të shkojë nga Amerikanë, të heqin non gratën dhe të vitë thot, unë jam lojtar tranzicioni, ose kështu, por unë monopolin politik bipolar dhe Rama i thot Amerikanëve dhe Europianëve, po i ka unë Vjesaliu. Se tjerë nuk ka, kush do vi, ti ku? Apo Shabani, i Thurjes. Kush do vi tjetër? Ne jemi në YouTube. Sepse nuk ka vendos kush me na mbështet deri tani. Vetë deri tani na kanë thënë bravo. Bravo Kreshnik, ju lumt. Shumë je duke fol bukur. Je duke ja qerë maskat, u grisën duke qerë maskat edhe duke gris breket. Po ja grisin për ditë. Po pastaj, what's next? Çfarë ndodh më pas? Cili është hapi i radhës? Rama sot e bombardoi prap. E bombardoi drejtësinë, i quajti revolucionar. Pse? Sepse është i trembur nga deklarata e ambasadës amerikane, të cilët i thanë shqip. Ti ke kërcënuar dëshmitarët për çështjen Balluku. Rama e kupton shumë mirë se çfarë po i them. Mesazhi nga ambasada amerikane ka qenë keni kërcënuar dëshmitarët e çështjes Balluku. Ai e di, ka marrë mesazhin, edhe për lokalet, edhe për restorantet, edhe për baret. Ndaj, shqiptar, ky është momenti juaj, ose mbroni Shqipërinë, ose vazhdojmë flasim për historinë. Nuk kemi rrugë dalje tjetër çfarë. Këta e kanë dorëzu Shqipërinë tek qarqet që din ata që e kanë dorëzu. Pra naj nuk e lëshon ai Ballukun. Balluku ka bërë kontrata, Balluku është garancia e krimit organizuar, Balluku është pika kyçe e cila koordinon të gjitha lëvizjet dhe marrëveshjet anti-shqiptarisë këtu në trojë shqiptar. Prandaj nuk e lëshon, është garancia drejt për drejt përveç se kutia e zezë. Ne tha, jemi shumë keqta me paraburgimet, jemi veni fundit në Europë dhe jemi të ngjashëm me Rusinë për ato çështjet e tjera. Kujt po ja shet Edi këto? Ja shet budallëve sigurisht. Ai është i traumatizuar nga mesazhi që ka marrë nga ambasada amerikane atje. A do të vi Edi Rama ti thot ambasadës amerikane ju keni lajthit dhe ti nxjerrë jashtë? Ndoshta.
A do i nxjerrin jashtë, bën vaki, bëhet në i film i bukur, i nxjerrin jashtë, edhe na çojnë gjithë në spaç. Ata bite baballarëve janë. Na rikthejnë gjithë në spaç, bulqiz, ne pushkatim, ju tjerët nga 25 vite internim. Kanë precedentin ata. Janë kriminal këta, janë vrasës, janë bite etërve këta. Kur ndryshon sistemi, thojnë, na falni, na bëni halal, po ne kështu duhet ju vrisnim sepse kështu ishin urdhrat. Këtu ka 34 vjet. Liri dhe demokraci, persekutumit nuk kanë pështy fytyrë një qenë birqeni, një birë putane. Nuk e kanë bështy fytyrë, ti thojnë, pu qenë birqeni, tim ke vrap mu. Nuk e di që alloj populli është tu. Ska gjujt një njeri i shpull, suratit, ja rasin e rinë gjithë ditën si klysha putanash, gjithë prokurorët e sigurimit shtetit, rinë gjithë ditën duke pi kafe në blok. Si s'doli njëri ti thot, pu qenë birqeni. O krysh putane, tim ke raf, tim ke vra babën, tim ke vra nonën, tim ka arrestu familjen. Popull pa gjak, popull pa dignitet. Ku jeni shqiptar? A kuptoni që po ndodh me Shqipërinë? Lufta tretë botërore, në gopë sonës shkoft bota. Qa t'i bëjmë botës ne? Çfarë mund t'i bëjmë ne botës? T'i frymë botës. Nuk kemi që t'i bëjmë. A keni gjak në damar? A keni dignitet? Një krim anti-shqiptar si Edi Rama ju shkatëron kombin, ju sulmon drejtsin, prokurin, spakun, gjithë botër rini thonë, bravo, bravo, bravo. Që është kjo? A ka njerëz ky popull, ky vend, ky komb, ky atdhe? Çfarë flisni për Skënderbeun, për herojt, për Isa Buletinin, për Hasan Prishtinën, çfarë flisni për ata? Bëni nder me topet e xhikës. Kështu thonë të parë tanë. Bën nder me testikujt e xhikës. Kemi pas ne lavdi. Po ku ja Adem Jashari. Mora fjalë. Nisha jeni për të këndu stadium, mora fjalë. Po ku ja Adem Jashari. Nisha jeni me luftu kundër Serbisë në stadium me futboll. Po ju ikën trojet. Po ju ikën kombi, e ka shit ky Shqipërinë bashkë me Ballukun, prandaj nuk e lëshon Ballukun. Amerikanët kanë luftanijet atje, do merren me Iranin. Po këti t'ja çon mesazhin për ditë. I than shqiptarëve dhe amerikanëve, 1, 2, 3, 5, 6, 7 lokale, mos shkoni, e di mirë Edi Rama se çfarë po i thon ata dhe çfarë po i them unë. Europa vazhdon me deklarata të cilat janë as të nxehta, as të ftohta, të vakta. Dhe u thash fillim, çka ka thënë Jezu Krishti për vaktësin. Vaktësia të bën për të vjedhur, thot Jezu Krishti. Rama po pret që të fillojë lufta e tretë botërore, bashkë me lojtarët e tjerë. Popull shqiptar ngrihuni në këmbë. Ngrihuni i gjithë populli në këmbë. Refuzoni sepse jeni në pikat e fundit. Çdo lloj zagari, çdo lloj karikature, i cili ju thot mos protestoni, janë të gjithë lojtarët e Edi Ramës. Edhe Berisha merret vesh me Edi Ramën. Por o do protestojmë ne, o do protestojmë ata, o do protestojmë gjithë bashkë. Unë nuk dal në protest, populli duhet dal në protest, unë do dal në protest, simbolika e daljes time lidhet me pozicionin tim politik. Unë nuk shkoj në protestën e Berishës që të bëj ai ftyrat më të urryera në Shqipëri t'i bëj deputet. Berisha gënjen kur bën Gazbardhin deputet, kur bën Josefina Topallën deputet, kur fut lloj-lloj fytyrash, fut Fatmir Mediun e bën deputet, fut çunin e Fari Balliut e bën deputet. Berisha gënjen. Dhe Berisha kur nuk ka për ta marrë miratimin ton, as sa ti je gjallë, për sa kohë nuk ka garanci për kohë zgjedhor, të votojnë shqiptarët të lirë, reformë zgjedhore, reformë territoriale, ndryshim kushtetut. Për ndryshe,
Nëse Berisha nuk i bën këto, Berisha po mashtron dhe po gënjen popullin shqiptar. Dhe është bashkë me Edi Ramën. Nuk i doni protestat e Berishës, hajde dalim bashkë ne t'i bëjmë protestat. Dikush duhet protestoj. Rama po shumë vendin. Por Rama ka interes që protestat i bëj vetëm Berisha. Kjo është loja. Rama ka interes që protestat i bëj vetëm Berisha, që t'i thot shqiptarëve kjo është non grata. Berisha nuk po heq dot non grata. E ka çu 500 herë ka çu Fatmir Mediun atje, nuk e heq dot. Kanë gjitha llojet e valigjeve me dollari kanë çu. Edhe të majta, edhe të djathta, edhe të shtrime, edhe të bëj kafe, edhe të bëj zeza. Shkon Fatmir Mediu i Gërdecit, i çon atje, edhe thot, është duke hecur përpara lobimi. Po tham neve, duhet protestoj populli se Edi Rama po sulmon Spakun dhe drejtësinë, do na thoni jeni Berishës. Kuptoni? Janë zagaret patronazhist. Rama po bën grush shteti, ka 83 hajdut atje. Hajdut me çizme. Ka gjysmën treqerekun e qeverisë në Burg. Ka treqerekun e kryetarëve të bashkive në Burg. Kush ja ka fajin që vidhni? Drejtësia tha, po bën masakër, këtu është revolucionar. Revolucion kundër hajdutëve e keni bërë ju. Revolucionin e hajdutërisë dhe erdhi Spaku bëri revolucionin e arrestimeve. Kë po bindni ju? Kujt ja tregoni këto? Ndaj jemi të zënë shahmat shqiptar. Duhet gjejmë zgjidhje urgjentisht. Kjo është Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Atdeu. Më shumë se kaq, unë nuk kam fuqi të hec. Do presim momentin e duhur. Ne po dekriptojmë dhe po ja them ditë për ditë, hap pas hapi të gjitha kulisat që po luajnë europianët, ndërkombëtarët, amerikanët, Edi Rama, Sali Berisha. Këto janë lojtarët, edhe populli. Populli o e kupton lojën, o nuk e kupton lojën. Jemi në kushtet e një lufte tretë botërore, rendi i vjetër botëror ka rënë, këta po mbajnë monopolin. Në qoftë se nuk krijoni pol i cili zhbirilon lojën e Ramës të Berishës dhe të ndërkombëtarëve, do mbeteni pa komb. Më vjen keq ju a them. Të gjitha të tjerat janë mashtrime. Rama e ka marrë kërcënimin të drejtë për drejtë nga ambasada amerikane dje, kur i thanë ke kërcënu dëshmitarët e Ballukut. E dina i se si e mori mesazhin, sepse Rama po e kupton se çfarë unë jam duke i thënë. Kur ambasada amerikane përmendi emrat e 5 lokaleve në Tiranë, e di mirë Edi Rama çfarë po them unë dhe çfarë i kanë thënë ambasada amerikane. Tashmë Edi Rama ka prodhuar disa karikatura të cilat i thonë njerëzve, ju mos dilni të protestoni, sepse protestat i thëret non grata. Unë nuk jam me non gratën dhe ju a kam thënë që non grata është bashkë me Edi Ramën, por populli duhet protestoj. O me mu, o me ju, o me qenin e birit qenit, o me macën, o me deshin, o me delen, o me lopën. Populli duhet protestoj. Kush e drejton protestën, nuk e doni Berishën, prodhoni lider tjetër si popull. Si jeni në gjendje të prodhoni lider, shtroni dhe dorëzoni tek dy, sepse jemi popull dele, të cilët do t'i nënshtrohen Ramës dhe Berishës. 2 lojtarë tranzicioni, nuk guxoni t'u aprishni lojën. Unë kaq kam dorë, po ja aprish lojën dhe po ja tregoj gjërat shqip fare. Unë shkoj merrem vesh me ata. Po nuk deshet ju, shkoj merrem vesh me ata, edhe filloj të regoj pralla këtu, nga mëngjesi deri në darkë, siç ka 250.000 zagar mashtrus që quhen analistë që mbredhin natë për natë nëpër televizionet e Tiranës. Doni të shpëtoni, ky është momenti. Shqipëria është në rrezik, Rama po bën grush shteti, amerikanët e kërcënuan dhe i thanë ke kërcënuar dëshmitarët e çështjes Balluku. Ky tha Ballukun sot nuk e lëshoj, do ta lëshoj si Çeço, por po bën bllov deri në minutën e fundit. Qeta e hajdutëve të rilindjes është duke pritur, Shqipëria është në udhkryq, Europa nuk i ka punët në Terezi sepse ka hallin e luftës me Rusin, ndaj merren me deklarata na konsiderojnë ne kështu
popull të shkallës të nivelit të 24, popull kafsh, që nuk meritojnë as liri as demokraci. Kam kupton. Ndaj o e bëni ju vetë, ose humbni Shqipërinë. Kaq është. Populli duhet protestoj. Nuk doni me protestu me non gratën, dilni hajde të protestojmë vetë. Dikush duhet protestoj, Rama po bën gru shteti. Kaq. Ky sekt hajdutësh nuk do të lejohet. Ky sekt hajdutësh 34 vjeçar nuk do të lejohet, të paktën sa të kemi gojë edhe frym. Po na eliminun pastaj fizikisht është histori tjetër. Vazhdoni vetë ose bëni si tjetë e shkrytme, si tjetë kismet. Loja është tepër rrezikshme, kujdes, jemi në momente shumë të rëndësishme. Për detajet 21:30 live në këtë kanal. Miru dëgjofshim sepse ka zhvillime shumë të mëdha.